Tërbimi është sëmundje virale, një ndër virusët më vdekjeprurës, e cila është prezente vetëm te gjitaret. Doktor Korap Gunga, veteriner, në emisionin Med Plus ka treguar mënyrën e transmetimit të tërbimit. Në kafshën e tërbune transmeton tërbimin me anë të kafshimit, në të kuptimin që me aktin e kafshimit se virusi i tërbimit koncentrohet në pështym. Edhe ai kafshim pështyma edhe inokulon, penetron në trupin ton. Kjo është si më thonë, një karakteristik të kafshët, cilat edhe vetë fjala tërbim është përkthy prej fjalës kuptimit ose prej simptomatologjisë, qeni është i shqetësuar apo shfaq shenja të agresivitetit. Edhe për atë arsye dhe ka emrin tërbim. Tutje veterineri Gunga ka treguar se në shumicën e rasteve tërbimi manifestohet me agresivitet dhe jargitje. Në shumicën e rasteve manifestohet me agresivitet edhe me jargitje për shkak të paralizave të muskujve, edhe të muskujve të muskujve masater dhe laringësit e tjera, dhe pështyma nuk mundet të ngëlltitet, po ajo del jashtë dhe manifestohet me ato simptoma. Varësisht nga virulenca, vendi ku është kafshuar, veterineri Gunga bëri të ditur se sa më afër kokës, aq më shpejt ndodh shfaqja e simptomave. Varësisht prej virulencës, prej vendit ku është kafshuar sa më afër kokës, aq më shpejt kemi edhe shfaqjet e simptomave. Po të kafshët aty thot 3 ditë deri 1 deri 3, 5, 10 deri 1 muaj ditë një farë inkubacioni. Edhe aty është pak si sakta, për shkak se virulenca ku ka deportu, ku është kafshu qenë edhe tek ta është ashtu, edhe i njëjti fenomen. Mes tjerash, doktori Gunga u shpreh se ndonë se tashmë tërbimi apo i njohur ndryshe si rabiesi është në zhdukje e sipër, përsëri duhet pasur kujdes.